Një ngjarje e rëndë ka tronditur Italinë, ku 20 vjeçari Riccardo Mercuri u gjet i vdekur në det pranë Polenzas, pasi dyshohet si kishte sulmuar nënën e tij në banesë. Sipas raportimeve, i riu po darkonte me nënën Albana Kastriot, kur mes tyre shpërtheu një debat. Fqinjet pasi dëgjuan zëra të lartë e njoftuan policinë. Kur autoritetet mbërritën e gjetën gruan pa ndjenja në banjë me plagë të rënda, ndërsa 20 vjeçari ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Më pas ai udhtoi drejt Civitanova dhe u hodh në det. Trupi i tij u gjet pas 38 orësh kërkime, ndërsa ekspertiza mjekoligjore përcaktoi si shkak vdekjeje, hipotermin dhe mbytjen. Albana Kastriot po trajtohet në spital në Macerata dhe ndodhet në koma të induktuar mjekësisht. Gjendja e saj raportohet e rëndë, por jashtë rrezikut për jetë. Riccardo Mercuri ishte futbollist i klubit lokal AS Montemillon Polenza, i cili deri tani nuk ka reaguar zyrtarisht për rastin.